Përshëndetje miqtë e mi. Sipas studiuesve, njerëzit që përjetojnë një humbje të rëndë kalojnë përmes 5 fazave të pikëllimit, duke filluar me mohimin, më pas me zemrimin, kompromisin, depresionin dhe në fund me pranimin. Personazhi i historisë sonë të sotme zgjodhi të qëndronte në fazën e parë, në atë të mohimit, derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat radiodramizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajme e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 334, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Mbrëma Rasti, të falenderojmë që e solle në shtëpi voglushën tonë. Është vonë dhe kishim filluar të shqetësoheshim për të. Si shkoi mbrëmja e vallëzimit zemër? Mami, mos më quaj më voglushe, sepse nuk jam më e vogël. Tani jam një grua e martuar. Unë dhe Rasti shkuam në Indiana pa lajmëruar askënd. E di që kishim vendosur të bënim një dasëm të madhe në gusht, por vendosëm të martoheshim sot. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 17 vjeç kur ju dha prindërve këtë lajm të rënd. Duke qenë se ishte fëmijë i vetëm, ai ishte mësuar të dilte gjithmonë e tija. Kjo është historia që tregon se si kokë fortësia i solli dhimbje, deri në momentin kur mësoi të ecte në një shteg tjetër. Kjo është dëshmia e vërtetë e Laura Swaringem, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Prindrit kishin 20 vjet të martuar kur unë erdha në jetë. Ndaj isha fëmijë privilegjuar. Ata ishin të përfshirë në një kult, por nuk ishin të përkushtuar. Nëna krenoi me dhuntin time muzikore, sepse ajo ishte një këngëtare mjaft e zonja. Kur isha 7 vjeç, fillova të merrja mësime pianoje. Babai më regjistroi në një shkollë private për vajza, dhe ëndra ime ishte që një ditë të mund t'i bija pianos në koncerte. Kjo ëndër zgjati deri në momentin kur dëgjova muzikën country. Pas kësaj, mora një drejtim krejt tjetër. Në moshën 14 vjeçare, konkurova në një program amator në televizion. Ja dola, mami, fitova çmimin e parë. Të lumt, këndove bukur Laura. Ndaj e meritoje çmimin e parë. Prit kur ta marrë vesh babi. E po jam e sigurt që do të ndjehet krenar për ty. Tani e di që mund të kem një karrierë në muzikën country. Po ku shkoi ëndra jote për t'i rënë pianos në koncerte? Nuk dua t'ja di për atë ëndër, mami, që këtë jetutje dua të merrem vetëm me muzikë country. Duke qenë se prindrit gjithnjë më kishin inkurajuar të mësoja shumë për të marrë rezultate të larta, shkolla më kishte caktuar që të mbaja fjalimin mbyllës ditën e diplomimit, por humba interesin ndaj saj. Në vend që të shkoja në shkollë, fillova të punoja si sekretare në një stacion televiziv në qendër të Chicagos. Isha 17 vjeç dhe fokusuar te karriera. Më pas kompania e Timeti e transferoi atë me një detyrë të veçantë në New Jersey. Kështu nëna duhet të merrte një vendim. Laura, kam vendosur të shkoj në New Jersey tek babai yt. Atje do të marrim një apartament. Ti mund të qëndrosh në shtëpi. Ne kemi besim tek ti dhe do të kthehemi për të parë se si kanë shkuar gjërat. Në rregull, mami. Duhet ta dish që nëse ke ndërmend të punosh në televizion, atëherë nuk do të martohesh kurrë. Vetëm nëse gjen dikë që punon dhe ai në televizion gjithashtu. Dhe ti e di që un kam një marrëdhënie të qëndrueshme me Filin, që nga fillorja. Takoj shumë djem në punë edhe në mbrëmjet e vallëzimit, por nuk jam e interesuar për ta. Dua vetëm të bëj karrierë. I kemi kërkuar drejtuesve të rinjve që të gjejnë një mbikëqyrse për të shoqëruar në mbrëmjet e vallëzimit. Po, mami, po unë nuk jam fëmijë. E di, por je fëmia i vetëm që kemi dhe duam të të mbrojmë. Gjatë kohës që nuk i kisha prindrit, në mbrëmjet e vallëzimit njoha Rastin, i cili ishte 19 vjeç. Ashtu si unë, edhe ai këndonte dhe i binte veglave muzikore. Ne ndëronim të bëheshim të dy të famshëm, me karrierën tonë dhe për mua ky ishte pasioni që kisha. Disa javë më vonë kur prindrit e mi u kthyen në shtëpi, ne ishim fejuar. Gushtin tjetër planifikuam të bënim një dasëm të madhe, por u martuam fshehtas në dhjetor të vitit 1956. Prindrit u mërzitën, veçanërisht nëna. Nuk do t'i harroj kur fytyrat e tyre të mbushura me dhimbje. Nëna
nuk e mbori më veten asnjëherë. Prindrit e tu nuk folën fare. Heshtja e tyre ka folur më shumë se fjalët. Telefonuan një avokat për të vërtetuar nëse martesa jonë është e ligjshme. Edhe në fakt është? E po, tani ata nuk mund të bëjnë asgjë. Jo, janë shumë të zhgënjur nga mënyra se si I bëm ne gjërat. E po ti e fëmia I vetëm që kanë. Duhet ta pranojnë. E vërtet? Edhe unë nuk mund të jetoj jetën duke ju bërë qefin të tjerëve. Duhet të bëj atë që është më e mirë për mua. Edhe një nga këto gjërat e mira jam unë. Kështu? Shkojmë të jetojmë në Nashville, në mënyrë që të kemi më shumë mundësi për të bërë karrierë. Si thua? Shkojmë Rasti, shkojmë. Atje bëhet jeta. Ne ishim plotësisht të papërgatitur për çdo aspekt të martesës. Veçanërisht unë. Marrëdhënia jonë përfundoi sepse fokusi im I vetëm ishte karriera. Kaq ishte martesa për mua. Babai I Rastit vdiq gjatë kohës që ne ishim larg. Prindrit e mi kishin dalë në pension dhe ishin shpërngulur në Florida, kështu që edhe ne shkuam atje. Ata na ndihmuan financiarisht gjatë gjithë kohës që qëndruam të martuar, sepse ishim shumë të papjekur. Të afërmit na blenë një shtëpi, por në vitin 1959 u larguam dhe u kthyem në Nashville, megjithëse unë isha shtatzën. Pasi djali ynë lindi, u kthyem sërish në Florida dhe filluam të shkonim në një kishë lokale. Martesa jonë linte për të dëshiruar. Rasti nuk punonte, por më qëndronte besnik, ndërsa unë isha e përkëdhelur. Ndaj, u ktheva në shtëpi. Laura, çfarë të tha pastori? Më tha se duhet të kthehem tek Rasti. Ashtu është. Fëmijët ka nevojë për të dy prindërit. Nuk e di. Ne grindemi shumë, edhe nuk ndihem mirë, mami. Martesa nuk është e lehtë, moj bi. Këto thot edhe pastori. Ne shkojmë në ato kishë, por ende nuk e kuptoj disa nga gjërat që ata na mësojnë. Flasin shumë për mëkatin. Unë nuk besoj te kjo gjë. Jeta është ashtu siç ne jetojmë, ashtu si zgjedhim të mendojmë. E po, besoj se bëj mirë të kthehem tek Rasti. Sot fola me të dhe ai dëshiron që të shpërngulemi në Chicago. Mund të bëhemi sërish pjesë e grupit të vallëzimit, mbase kështu gjërat kanë për të funksionuar. Në Chicago morëm një agent I cili na gjeti vende në Indiana ku mund të luani muzikë, por kitara e tim shoqi nuk ishte në formën e duhur. Ndaj ai telefonoi Sonin, një shok të vjetër që kishte vite pa e parë, me shpresën që ai do t'i jepte hua kitarën e tij. Soni na ftoi në shtëpinë e tij. Ne I treguam një këngë që e kishim regjistruar dhe ai vendosi një kasetë që ta dëgjonim. Ishte dëshmia e jetës së tij, që ishte transmetuar në programin Të lirë nga prangat. Dua të filloj me një lutje. Perëndia mund të bëjë shumë gjëra me njerëz si ju. Nga ajo kohë e dija që isha një njeri I cili po largohej nga Perëndia dhe kisha frikë se ai do të më gjente. Kishte ardhur koha që arrëtia të merrte fund. Ai kishte arritur në një vend të padëshiruar, në një shtek të mbushur me egoizëm, në të cilin kishte ecur prej shumë kohësh. Perëndi, do të bëj atë që ti do. Mbetëm të dy pa fjalë nga ndryshimi I tij. Më pas, ai nxori Biblën. E krishteri e ti, Laura? Sigurisht, ne kemi shkuar në një kishë të vogël në Florida, dhe madje jam pagëzuar. Por a e ke besuar ndonjëherë Krishtin si shpëtimtarin tënd personal? Nuk po e kuptoj. Dëgjoni, a mund ta ndaj me ju planin e shpëtimit të Perëndisë, ashtu siç tregohet në Bibël? Sigurisht. Fillo. Perëndia është I shenjtë, por ne nuk jemi. Bibla thot, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Tek letra e Romakëve kapitulli 6, vargu 23 thuhet: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Mendoja se çdo shpirt jeton të përgjithmonë. Kjo është e vërtetë, por nga zgjedhja që bëjmë këtu mbi tokë, vendosim nëse do të jetojmë në parajs ose në ferr. Në parajs shkojnë vetëm ata që e pranojnë Jezus Krishtin si shpëtimtar. Për shkak të natyrës tonë mëkatare, ne e meritojmë ferrin. Por hiri dhe mëshira e Perëndisë krijuan një rrugë për të shkuar tek ai. Jo prej gjërave që bëjmë, por prej asaj që Krishti bëri në kryq. Ai vdiq për mëkatet tona që ne të merrnim faljen e Perëndisë. Ai pagoi pagën e mëkatit. Bibla thot, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave,
që askush të mos mburret. Shpëtimi është plotësisht dhuratë nga Perëndia. Edhe besimi për të pranuar këtë lajm të mirë vjen prej Tij. Kur ne besojmë që Jezus Krishti mori vendin tonë në kryq duke vdekur, atëherë në zemër kemi bindje dhe pendim për mëkatet. Ne shpëtohemi vetëm kur arrijmë në këtë pikë. Biblia thotë: "Unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin, dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndisë, që më deshi dhe dha veten për mua." Pasi Soni bisedoi me ne për disa orë, ai më drejtua mua dhe më pyeti nëse doja ta pranoja Krishtin si shpëtimtarin tim. Në fakt, doja. Kështu rash në gjunjë dhe ai më drejtoi në lutje. Më pas, Soni ngulmoi edhe për një orë tjetër që i mshoq ta pranonte Krishtin, dhe në fund rasti u dorëzua. Por koha tregoi që lutja e tij nuk ishte bërë me gjithë zemër. Merre këtë dhjatë të re dhe fillo të lexosh nga Ungjilli i Gjonit. Më pas vazhdo me veprat e apostujve dhe letrën e romakëve. Do të telefonoj për të parë nëse ke ndonjë pyetje. Mirë, po, a ka ndonjë gjë që nuk duhet ta bëj tani që jam e krishter? Brenda teje banon fryma e shenjtë. Kur të lexosh fjalën e Perëndisë, ai do të tregoj se çfarë duhet ose nuk duhet të bësh. Ti vetëm bindu. Kur po ktheheshim në shtëpi atë mbrëmje, unë i thash Rastit se jeta ime nuk do të ishte më e njëjtë. Edhe vjera jon ishte lutur për ne dhe na drejtoi në një kishë që mësonte Biblën, të vërtetën që unë kisha marrë. Por pas shpëtimit, martesa jon mori edhe më shumë të pjetën. Të dhëm më kyçi? Sigurisht që më dhëmb. Ndrydha kur rreshqita në akull. Sa do të doja të dija t'jepja makinës. E pra do të na bëjë nder të dyve. Nuk duhet ta kishim mbajtur këtë rangallë, Rasti. Sonte çdo gjë ka shkuar keq. Ende nuk arrita besoj që mu desh ta ndaja dhomën e veshjes me një striptista. Zënjush e shtrenjtë dhe e lavdishme. Mos më thuaj që kjo është arsyeja pse nuk mundet të këndosh këtë mbrëmje. Nuk e di çfarë ndodhi. Më duket sikur dikush po më mbyste. Nuk më dilnin fjalët. Në rregull, por siguro që mos të ndodh më turpërove. Mendoj se Perëndia po na tregon që nuk duhet të këndojmë më në klubet e natës. Unë e di që nuk do të mund të këndoj më. Nëse ti largohesh nga grupi, martesa jon do të marrë fund. Ishte dimri i vitit 1962 dhe unë isha shpëtuar në nëntor të vitit 1961. Në fillim të 1963-shit, kur isha shtatzën me djalin e dytë, prindrit erdhën për vizitë. Gjatë kohës që ishin tek ne, nëna u sëmur edhe u operua. Kështu telefonova Sonin dhe i kërkova të fliste me ta. Ai e drejtoi nënën tek Krishti, edhe 4 muaj më vonë, ajo vdiq nga kanceri. Më dukej sikur vdekja e saj kishte ardhur si pasojë e zhgënjimeve që i kisha sjellë në jetë. Por të paktën ajo do të mund të ishte e lumtur në parajs. Rasti kishte marrëdhënie jashtëmartësore dhe në fund më la për një grua tjetër. U shqetësova shumë, edhe gjeta mbështetje tek nëna e tij. Nuk mund ta besoj që ai pas ka bërë një gjë të tillë. E dija që diçka nuk shkonte. Por si mund t'i linte djemtë e tij kështu? Ai tha që e dashura e tij është shtatzën edhe do të më hedh në gjyq për divorcin. E po e pas ka humbur fare me sa duket. Më tha që do të deklaroj se isha unë ajo që e la. O, kjo është e tmerrshme. Fola me pastorin edhe ai thot se kisha nuk e mbështet divorcin. Atëherë duhet të lutemi që Rasti të ndërgjegjësohet. Ai ka nevojë të shpëtohet. Kur bashkëshorti më la, një mikeshe krishter më ndihmoi të filloja punë si sekretare ekzekutive që të mund të mbaja djemt që ishin 6 edhe 3 vjeç. Për 3 vjet kundërshtova në çdo mënyrë për të mos e pranuar ndarjen. Rasti u largua edhe më shumë nga e vërteta. Alo? Përse nuk dorëzohesh dhe nuk pranon që tashmë jemi ndarë? Sepse i dham fjalën njëri tjetrit, që do të qëndronin të martuar derisa vdekja të na ndante. Martesa jon ka marrë fund. Ti nuk ke përfituar asnjëherë. Gjesti ulët të shkosh tek pastori im i vjetër, edhe ti kërkosh që të dëshmoj kundra meje në seancën e shqyrtimit të divorcit. Sa fanatike je. Rasti, njerëzit po luten për ne. Do të ma paguash. Edhe ta di se do ta vërtetoj që ti nuk je vetë se një fanatike e çmendur edhe fetare. Unë nuk kam për të kthyer më asnjëherë tek ty. Edhe ngulit e mirë në mendje këtë. Asnjëherë.
Pastori dhe kisha luteshin për mua, madje më shoqëronin në seanca gjyqësore. Edhe Vjera më mbështeste dhe ishte mikja ime më e mirë, përpasi e kundërshtova ndarjen për 3 vjet. Në vitin 1969, Tim shoqi ju dha e drejta e divorcit. Alo? Humba, mama. Humba. Gjyqtari dha rastit të drejtën për të divorcuar. Më vjen keq, Laura. Po si është e mundur? Rasti mori kushuririn e tij që të gënjente, duke thënë se isha unë ajo që e braktisi. Ja ke thënë djemve? Po, të 3 kemi qarë. Gjyqtari tha se do të jem më mirë pa rastin. Do të vazhdoj të lutem për të. Edhe duhet të dish që gjithnjë do të dua ty edhe djemt. Më vjen turp nga ajo që rasti ka bërë. Nuk arrija ta besoja që Perëndia kishte lejuar që të më ndodhte kjo gjë. Unë e zëvendësova dëshpërimin me shpresën që kjo ishte një pengesë e përkohshme. Nuk e pranova ndarjen si diçka përfundimtare. Edhe pasi rasti u martua me të dashurën e tij, vazhdoja ta mbaja unazën e martesës edhe jetoja duke e mohuar të vërtetën. Katër muaj pas përfundimit të divorcit, u shpërngula me djemt në Denver. Duke mos pasur një punë dhe një vend ku të jetonim, besimi im filloi të lëkundej. Por Perëndia është besnik. Edhe brenda 2 javëve, ai ju përgjigj çdo lutje. Alo? Përshëndetje, mama. Laura, ke mundur të gjesh një apartament? Po, e kam gjetur në një ndërtesë për të krishterë. Gjithashtu kam një makinë dhe një kujdestare të krishterë për fëmijët. Po lavdi Perëndi. Prit se nuk mbaron me kaq. Kam filluar punë si ndihmëse ligjore në studion më të madhe që ekziston këtu. Shefi im është i krishterë. Sa mirë, jam lutur për ty. Faleminderit, mama. Po rasti ka paguar detyrimet që ka ndaj fëmijëve? Jo, edhe nuk pres që ta bëj. Mos u shqetëso, mama, se do të jemi shumë mirë. Shpresoj që t'i lejosh djem të vinë ndonjëherë këtej për të më vizituar. Sigurisht që po, mama. Unë tregohesha e ashpër me veten. Edhe po ashtu me djemt, duke pritur që sapo ata të mbushnin moshën e duhur, të fillonin dhe të punonin me kohë të pjesshme. Nuk kisha para për të ndjekur studimet në shkollën e muzikës në Denver, kështu që ndoqja një shkollë biblike mbrëmjeve. Një ditë, bisedova me pastorin. Laura, si e? Im shoq është divorcuar sërish. Mbase kthehet në shtëpi tek ne. Mendoj se duhet të lexosh nga libri i ligjit për të rirë kapitulli 24. Perëndia nuk dëshiron që të kthehemi sërish tek partneri më parshëm. Por ai e urren divorcin. Ashtu është, përveç se në rastin e tradhtisë bashkëshortore. Unë do të vazhdoj të shpresoj se ai do të bëjë një mrekulli. A vazhdon të japësh mësime pianoje në kohën e lirë? Po, kam 15 nxënës, edhe dua t'i inkurajoj që të shërbej në kish. Bota ime po shkatërrohej ndërkohë që përballesha me zhgënjime të ndryshme në jetë. Djemtë mi kokfort, tashmë ishin adoleshente dhe kisha shumë konflikte me ta. Rasti nuk i pagoj asnjëherë detyrimet që kishte ndaj fëmijëve dhe kurrë nuk i kontaktoi ata. Unë i regjistrova djemt në shkollat e krishterë, por asgjë nuk funksiononte. Ata përfundonin gjithnjë në telashe. Alo? Laura, si janë djemt? Nuk janë mirë, mama. Mendova se shkolla e djemve në Texas do t'i ndryshonte, por ata vazhdojnë të jenë të zemëruar dhe të inatosur njësoj si unë. Po ti ke pasur gjithnjë një qëndrim të mirë. Jo, ma. Tani do të marr pushime edhe ata nuk janë më në shkollë. Kështu që kam menduar të vim atje për një vizitë. Mrekulli. Kam menduar të shpërngulem sërish në lindje. Kur ishim në Indiana, unë dhe nëna e rastit shkuam në Nashville në fundjavë dhe kaluam një kohë mjaft të këndshme së bashku. Unë u ktheva në Denver dhe as dorëheqjen nga puna dhe u shpërngula në Nashville, në shtëpinë që kisha marrë me qira së bashku me tim shoq 20 vjet më parë. Pasi gjeta një punë të mirë, si ndihmëse ligjore, djemt u zemëruan sepse do të qëndronin për një kohë të gjatë. Djali i madh u largua dhe u bë pjesë e flotës detare. Djalin e vogël e dërgova në një fermë për djem në Tennessee. Isha vetëm fare, edhe rash në depresion të thellë. Alo? Laura, si je?
Përfaqe të zezë, mama. Ja kisha frikën kësaj. Nuk duhet ishe vendosur në atë shtëpi. Ai nuk do të kthehet kurrë. Tani e kuptoj. Ashtu është, nuk do të kthehet. Laura, ti duhet të bësh përpara me jetën tënde. Si the? Unë po I lutem Perëndis që të të sjellë një bashkëshor tjetër, të krishter, ashtu siç ti e meriton. Dikë me të cilin të mund të ndash dashurinë tënde për muzikën në mënyrë që ti shërbeni Perëndisë së bashku. Nuk mund ta besoj që po e thua ti këtë. Ti ke kaluar shumë kohë në pritje. Perëndia mund t'i kompensoj vitet e çuara dëm. U zemrova me Perëndin që më braktisi. Një doktor më tha se isha I dëshpëruar dhe më dha antidepresant të fortë. Kur procedura e divorcit përfundoi, nëse do ta kisha kapërcyer fazën e mohimit, që është një nga fazat e pikëllimit, nuk do të kisha përfunduar në dëshpërim. U bëra pjesë e një kishe lokale ku u njoha me Betin. Ajo u bë mikja ime besnike, që shqetësoi për shëndetin tim mendor dhe emocional. Beti, jam lutur shumë Perëndis për 20 vitet e fundit që të ma rikthente tim shoq. Por ti më ke thënë që je martuar sërish. Po, për të tretën herë. Atëherë ka ardhur koha ta harrosh të shkuarën, Laura. Ti nuk e ke idenë se sa shumë jam lutur që të pajtoheshim. Kjo ka qenë ajo që ti ke dashur. Jo, gjithçka që kam dashur ka qenë t'i jepja lavdi Perëndis me jetën edhe me martesën time. Ende mund ta bësh këtë. Lutu ashtu si Jezusi u lutatit, u bëft vullneti yt. Më në fund kalova në fazën përfundimtare të pikëllimit, pranimi. Gjithashtu u shpërngula në një shtëpi pranë kishës. Një të diel, Beti doli me mua para kishës ku unë ja përkushtova jetën Perëndis, pavarësisht mënyrës se si ai do t'i zgjidhte gjërat. Një javë më vonë bëra prova me një kuartet që kishte nevojë për një pianiste dhe këngëtare gjithashtu. Kështu u njoha me Donin, një bariton I cili I binte pianos dhe kitarës. Ai më kërkoi të dilja me ta. Kjo ishte hera e parë për mua, pas 22 vjetësh. Asnjëri nga ne nuk kishte makinë. Je pjesë shumë e mirë e grupit, Laura. Të them të drejtën, unë po kaloj një kohë mjaft të këndshme, Doni. Gjithnjë kam dashur të luaja muzikë të krishterë. Me sa duket jeta jote pas ka qenë e mbushur plot me zhgënjime, njësoj si e imja. Pjesa më e vështirë ka qenë të rrisja 2 djemt pa baban e tyre. Kanë qenë shumë rebel. Të gjithë kështu jemi. E vërtet. Edhe unë kam qenë. Derisa Jezusi më shpëtoi. Ti ke treguar shumë përkushtim në martesën tënde, Laura. Perëndia është I hirshëm, prandaj dërgoi Jezusin. Alo? Beti, lutu për mua. Jam në një luftë shpirtërore. Pse, çfarë po ndodh? Doni më ka kërkuar të martohem me ta. Po kjo është fantastike. Po, por ne kemi shumë pak kohë që njihemi. Sidoqoftë, duket qartë që ai të do. Duhet të them, ai njeri ecën 6 kilometra e gjysmë për të ardhur në kishë me ty. Po, edhe unë e dua. Ai e do Zotin, të do ty dhe muzikën, Laura. Çfarë kërkon më shumë? Unë dhe Doni u martuam në nëntor të vitit 1978. Dhe thuajse të gjithë u gëzuan, veçanërisht I Mat, I cili kishte mbetur I ve për herë të dytë. Doni filloi të punonte për një projekt të agjencisë për kontrollin e elektricitetit dhe prurjeve ujore në lumin Tennessee. Ne blem një furgon dhe një shtëpi në Ridgetop. Vjera ime e parë ishte mjaft e gëzuar, sepse ishte lutur për mua. Ne shkuam ta vizitonim dhe ajo I kërkoi Donit ta thërriste atë nën, dhe Doni kështu bëri. Më vjen mirë që keni ardhur të më vizitoni. E po, shtëpia jonë nuk është shumë larg. Po djemt, e kanë pranuar martesën tuaj? Kështu na kanë lënë të kuptojmë. Wade më tha, mami, si mund të martohesh me dikë që nuk ka makinë? Ne udhëtonim në këmbë dhe ndonjëherë merrnim autobusin derisa blem furgonin. Tani mund të vini të më vizitoni më shpesh. Mama, ti je treguar shumë e mirë me mua. Unë thjesht gëzohem që Perëndia ju përgjigj lutjeve të mia, Laura. Edhe unë. Është bukur të kesh një bashkëshorte të krishterë. Tek letra e Romakëve kapitulli 8 vargu 28, Bibla thot: "Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij." Ne shërbyem me muzikën tonë në kisha dhe spitale. 9 vjet pasi u martuam,
U shpërngulëm në Denver ku jetonin edhe djemt. Atje u bëm pjesë e kishës ku shkoja dikur, e cila kishte të njëjtin pastor të Zot. Më vjen mirë që ti dhe Doni jeni kthyer. Kjo është një ëndër e bërë realitet, pastor. Tani ne i përdorim dhuntit tona për t'i shërbyer Perëndis. Perëndia mund të përdor këtë doj, Laura. Mos haro që me të kemi gjithçka. Tek letra e 2 te Korintasve, kapitulli 3 vargu 6 thuhet: I cili na bëri të aftë të jemi shërbëtorë të beslidhjes së re, jo të shkronjës, por të frymës, sepse shkronja vret, por fryma jep jetë. Ti ke qenë i dërguar nga Perëndia në jetën time. Pastor, për vjetori ynë i 10 i martesës po afron dhe duam të përsërisim sërish betimet tona. Do të na ndihmosh? Me kënaqësi. Fëmijët tanë dhe shumë miq të dashur ishin të pranishëm kur ne përsëritëm betimet tona të martesës. 4 nga 5 fëmijët tanë jetonin në Denver dhe ishin pjesë e jetës tonë. Në vitin 1989, Imat nuk ishte më në gjendje të kujdesej për veten e tij. Ndaj e sollëm në Florida për të jetuar me ne. Në atë kohë, ai ishte 90 vjeç. Vajza e Donit, një ndihmës infermiere, u shpërngul gjithashtu në Florida dhe u kujdes për Imat. Faleminderit, zemër. Do t'ja çoj këtë babait tënd. Çfarë do të bëja unë pa ty? Çfarë do të bënim ne pa vajzën time? Ajo kujdeset për të ditë e natë. Perëndia na ka bekuar shumë. Sot kemi shërbese në spital. Po, ku pa jon, po derdhet. Cili është ai vargu tek libri i Isais kur thuhet: Diadem në vend të hirit? Ai është vargu që Jezusi e citoi në sinagogë. Është kapitulli 61. Ja, e gjeta. Fryma e Zotit. Zoti është mbi mua, sepse Zoti më ka vajosur për t'ju dhënë një lajm të mirë të përulurve. Më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer, të shpall çlirimin e atyre që janë në robëri, hapjen e burgut të burgosurve, të shpall vitin e hirit të Zotit edhe ditën e hakmarrjes së Perëndisë tonë, për të ngushëlluar tërë ata që pikëllohen. Për t'u dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion, për t'u dhënë atyre një diadem në vend të hirit, vajin e gëzimit në vend të zis, mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të likshtuar, me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë, mbjellja e Zotit për të paraqitur lavdinë e tij. Imat jetoi me ne për 3 vjet dhe vdiq disa javë para se të mbushte 99 vjeç. Nëna e rastit vdiq në po të njëjtin vit. Unë dhe Doni u shpërngulëm në Texas disa vite më parë dhe ende shërbej me muzikën tonë në spitale dhe kisha. Në vitin 2008, ne festuam 38 vjetorin e martesës sonë. Kjo, fal Jezusit që na mbështet. Dëgjuesi dashur, ju falenderojmë që ndat me ne këtë kohë nga dita juaj e çmuar. E nëse gjendeni në vështirësi, mos harroni ato që tha Jezusi. Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të keni jetë, e ta keni atë me bollëk. Edhe ju miqtemi mund të keni jetë të re, nëse ftoni atë në zemrën dhe në jetën tuaj. Nëse keni nevojë për ndihmë në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programi me numër 334. Kjo ishte historia e vërtetë e Laura Swaringem. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.